Për ty atlet, ma të bukrën ka. Mirë mbrëma miq, dashamirës, si edhe ju dëgjues që po më ndiqni në këtë format të parë, në studiot e Art Diasporës TV. Ju falenderoj që më rezervuat pak nga koha juaj, për të qenë të pranishëm në këtë rrëfim lidhur me rrugëtimin tim drejt krijimtarisë. Kjo është natyra ime. Më pëlqen të flas vetëm nëpërmjet gjuhës së shkruar. Pasi kështu, përshëndetemi mes nesh, komunikojmë, por dhe marrim mendimet dhe vlerësimet tuaja. Kam qenë ndërgjegjshëm se që të arrish synimin, më parë duhet të jesh i ditur, e ta bësh këtë gjithçka nëpërmjet reflektimit, si mënyrën më njerëzore. Kjo të çon drejt përsosmërisë. Por, dhe nëse do të arrijem superioritetin, nuk do më shqetësonte fakti se të tjerët nuk do më vlerësonin mbi aftësinë time, por diçka tjetër, nëse unë nuk do ta kisha në vërtet atë. Që në fëmijërinë time më ka pëlqyer filozofia. Kam lexuar shumë prej njerëzve të mëdhenj e në veçanti poetët mistikë. Fjalët e tyre gjithmonë më kanë bërë që të kuptoj se një pjesë e njerëzve rendin pas dëshirave, ca nga emocionet dhe fare pak e tyre drejt dijes. E nga kjo kategori, vetëm këta të fundit arrin të zotrojnë vetveten. Kështu më lindi dëshira për të shkruar, pasi nuk mjafton të jesh i mençur, thoshte njëri prej tyre, por duhet të jesh më parë i ditur, se vetëm kështu je në gjendje të arsyetosh dhe mbi atë që ti di në të vërtetë. Në fillim e nisa me vetvete, me romanin tim të parë, emrin e shkruan fati, ku hodha disa përjetime nga jeta e kaluar. Është pikërisht ky roman. Ky roman. Këtu kam trajtuar jetën me gjithë të mirat dhe me gjithë zigzaget e saj. Ndryshe nga dikush që synon të zotëroj famën, unë zgjodha fillimisht në të libër që kam shkruar të shkarkoja shpirtin nga ajo ngarkesë e akumuluar prej vitesh, për të vetmin fakt të lehtësoja disi vetvete. E më pas, edhe pse e përmusha këtë qëllim, nuk rreshta së vazhdoj të shkruaja në prozë, pasi proza më ka pëlqyer jashtëmase. Vazhdova me romanet e tjerë. Një roman voluminoz, i cilësuar si nga kritikas, një nga romanet më të pëlqyera, Jeta sa një pikë loti. Më pas, romanin tjetër, Një gonxhe trëndafili, që ishte një histori dashurie e jetuar,
Dhe në vazhdimsi, romanin Një ditë do të pendohesh, edhe kjo një romancë dashurie. Më pas vazhdova me romanet Dhe vjen një ditë, jeta ndjek fatin e fatin ndjek jetën, të cilët patën një shitje të madhe e të pëlqyer nga lexuesit. Por vazhdova njëkohësisht të shkruaja dhe prozën për fëmijë. Ishte novela Mësuese e gjuhës, që ja kam kushtuar mësueses time. Kam shkruar tregimet Zogu i Dallandyshes, janë 20 tregime për fëmijë. Kam shkruar gjithashtu për voglushët dhe një libër me prava shqiptare, 31 prava shqiptare. Po si fola dhe me herët, krahas këtyre, duke qenë se më pëlqente filozofia dhe kam studiuar shumë, arrita të shkruaj dhe perlat e mendimit njerëzor, si dhe rrugët filozofike drejt jetës. Më pas provova dhe në poezi, ku kam në botim 100 lirika dhe një vëllim prozë dhe poezi me titull Fytyra e hijes. Te kjo e dyta ka një përmbledhje me tregime poetike ku ka bashkëdretar. Një pjesë e konsiderueshme më kanë etiketuar si poetin e dhimbjes. Po, ndoshta dhe kanë të drejtë, sepse shumë vargje unë i kam shkruar për jetën me gjithë zigzaget e saj, duke parë atë realitetin që po kalojmë, duke trajtuar këtë plan të madhe që kemi. Por nuk kam munguar dhe ata që më kanë falenderuar pasi kam shkruar për bukurinë e atë dheut, për gjithçka hyjnore që në ka falur i madhi Zot për atë tokë të bekuar, si edhe dashurisë, si të gjithë mërgjimtarët. Dhe kjo më bën të vlerësuar. Por mes tyre nuk kanë munguar dhe nga ata që e përkthejnë ndryshe mesazhin, që mbartin rreshtat e mire të vërtetë. Dikush e quan si nxitje për revolt, një tjetër duke shkuar dhe më tej. Të njëra prej poezive, O më Shqipëri e mirë, si dhe të dy të tjera në udhkryqet e jetës, dhe mbi arsyetimin duhet të besoni. Zotëria në fjalë duke komentuar pa foton e tij, pa emrin e vërtetë. Ka komentuar se këto poezi janë një hakërrim i dytë i kohës së sotme
Si duket, Zotëria e ka njohur dhe ka lezuar hakrimin e fuqishëm të madhit Ali Aslami, dhe nga njëra anë nuk e mirë që më krahason me një gjigant të tillë. Por nga ana tjetër, ndihem edhe një keqardhje. Pasi ka nga ata që edhe kur i lexojnë nuk e përkthejnë si duhet atë brendim dhe atë kuptim që ka poezia, por e interpretojnë sipas dëshirës, sipas mjedesit të tyre. Dhe çuditërisht u desh ky person, po dhe këta të tjerët, që të më kthenin pas në atë kohë, kur unë kam qenë student në shkollën ushtarake Skënderbej. Atje funksiononin orët letrare, grupe që aktivizoheshin, të gjitha ata që ishin talentet, si dhe ato artistike, ku merrin pjesë të gjithë studentët që kishin përjetën të ndryshme. Dhe çuditërisht një konkurs që u zhvillua atje, kam qenë viti 3. Unë ndryshe nga shok prezantova diçka tjetër. Në poezinë time, të gjatë, prej 10 strofash, unë trajtova atë pjesë të dhimbjes që kisha ende brenda meje. Trajtova jetën time, por dhe të tjerëve, shokëve dhe shoqeve, që kisha në institucionin shtetëror atje ku rrita. Dhe çuditërisht, një nga pjesëtarët e jurisë, që ishte edhe kryesuesja e atij komisioni, pasi ikën të gjithë, më ndali dhe më tha: ka pak rebelim në vargjet e tua. Dhe kjo më tha, më kujton Migjenin e Madh. Vargje migjeniane, shtoi ajo. Ndoshta kishte të drejtë, pasi brenda tyre unë shpreja pa kënaqësinë shpirtërore ndaj ndërgjegjes njerëzore lidhur me braktisjen e krijesave të pafajshme. Ashtu si Migjeni në vargjet e mjerimit të asaj kohe ku fajsonte shkaktarët e gjendjes reale të saj. Por unë mendoj se të shprehësh pa kënaqësinë nuk është gabim, pasi nuk mund të admirosh unë personalisht, jo, kur pa drejtësi dhe realitetin që është dhe që duhet trajtuar ashtu si që është në vërtetë. Gjithçka që mendojmë të tillë duhet ta themi e jo të ngurrojmë. Vetëm kështu, me mendjen e thellë, ndihem pranë vetes. Dhe vetëm kur vargjet e mia flasin në mënyrën më të vetësishme të tyre, unë jam dhe pranë njerëzve. Ky është qëllimi dhe ky duhet të jetë
për çdo kryes, për çdo autor vargjesh që e quan veten vërtet poet, sepse ky është misioni vërtet i gjithë secilit prej nesh. Por dhe nëse do t'i marrë të mirëqenia, mendimet e tyre të shprehura në komente, nga kjo studio këtu përballë i drejtojmë atyre se nuk janë poetët ata që nxisin rebelim, por shpirti i tyre që revoltohet. Kushe ca palaco orator të mbarsur në zyra dhe salone, që ligjërojnë me analizat e tyre e i thurin elioze, pushtetarëve, atyre që japin 5 astra. Rebelojnë prej politikanëve kësaj race që shqepton gjithçka duke mos patur asnjë ide, asnjë vizion me atë kulturën e tyre të nderë. Jo, nuk jemi ne, por ata që në këmbim të një vendi pune të diktojnë të marrësh atë tese partije, duke u radhitur në armatën e militantëve të konservuar e ushtar besnik. Revoltojnë me të drejtë nga ajo administratë që nuk të japin asnjë zgjidhje, por të përplasin forderën pas fytyrës. Revoltojnë për braktisjen masive të vendit, që është jo vetëm një dhimbje, por dhe një plagë që s'do të mbyllet kurrë. Me të drejtë revoltojnë dhe për mërgjimtarët, njëri prej të cilëve jam dhe unë, që ende në kryqeve të botës, si ai ushtari, pa komandë, pa fronë, pa uniformë, por vetëm me të vetmin ideal, luftë për mbijetesë. Revoltohemi për ato vatra të shkretuar, të rënuar, për ato porta të mbyllura, që nuk e di dhe do të hapen një ditë, por dhe atë pjesë të pleqeve, nëna dhe baba të moshuar, që u është tharë loti në sy dhe u ka ngrirë lutja në buzë. Por dhe për ata bi, djem dhe vajza që shpesh nuk kanë qenë pranë tyre në momentet e fundit të jetës. Po, revoltohemi nga ata që mendojnë se duke qenë të pushtetshëm kanë fuqi dhe mbi privatësinë e jetës, por dhe mbi lirinë e fjalës. Nga ata dhe janë, po ata, shkaktarët e vërtet, që hodhën farën e ligjësisë duke mbjellë mirimin. Nga ata që të vështrojnë me përçmim, të fyrin me përbuzje, tallen me virtytet dhe me atë nënqeshje të pështirë, të nevejë. Pra, timik i panjohur
Së fundi, duhet të them se nuk jam unë dhe as ata të tjerët si unë. E keqja e kësaj katra ure dhe as vargjet tona që shkruajmë. Por ata që ti u thurë lëvdata duke hedhur balt me pa të drejtë në çdo varkëtonim. Dhe këtë nuk e di, sepse ndjem frikë a di diçka tjetër. Këtu mbyllet kjo intervistë për të ritakuar në vazhdim me të tjera tema. Dhe me dëshirën për t'i ndarë ato me ju, miqë e dashamirës, së bashku, ashtu si që ndajmë gëzimet, të mirat e të këqijet e kësaj jete. Faleminderit e një mbrëmje të qetë ju dëshiroj në vazhdim. Por, me dëshirën për t'u kënaqur, ju ftoj që në mbyllje të dëgjoni dhe një këngë të realizuar në studiot e Art Diasporës të Malli për Shqipërinë, të gjim të këndshëm e mirë u takofshim së shteti. Dita u thyrë zbriti nga dalë, brëmja sjell ajrin e përndritur. Vesa e butë qetësisht pas bath, bje në tokën e zhuritur. Nata e zezë krahët ka shtrirë, Ana e plot fshihet më nre, tani kudo në këtë erësi, çdo gjë të duket sikur flet. Por malli jo trazon kujtimet me frym me zor nga dalë. Rënkon thellë në bërjetimet, sa nuk mbyll dot së parë. Vajton me det, me regjie s'mund të pushoj dorë. Me mallën gjim qanë sytë të mirë, Përpiqem por më kot. Shohet shiret zobërtet, si a I vdekur ngrihet prej varit. Një thyen pllakën e mërmet, me gjithë forcën e të gjallit. Për të nxjerrë me pahir,
groposur që vetë jeta pa më shi bashk me të e ka varrosur. Ngrihet me paratim gjitet lartë në truk të qelit. Sa në lindje përëndim ecën drejt rrugës së dilit. Siç mendur zemra bon nuk kryq vetë dimjes. Se në shpirt më përvëllon Sharin dhe zhurën lindjes. A ky mal që se tret dhe unë së vërtet me së të mqire, si që bim nga bërde unë më të rret këthe unë që vjen si dag. Është këmbore, është tine, binde që më rëmnar. Nga mali për Shqipëri. Për ty